Erion Veliaj të req vendimin për të zëvendësuar Anuela Aristani në kryet Bashkisë Tiranës. Pas mospëlqimit, kryeministri Rama i pranoi se kjo kishte qenë një ide e gabuar dhe u justifikua duke thënë se kishte menduar që pati dakordsi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se ajo që po ndodh në Bashkinë e Tiranës është një situatë mafioze dhe se përplasja mes Ramës e Veliajt është vetëm pjesa e parë e filmit Narkos, duke parashikuar një thellim të konfliktit. Spak njësetimet për një akuzë të re ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, atë të futjes së sendeve të palishme në qeli. Ai u mor në pyetje sot nga prokurorët e posaçëm për rreth 1 orë e 30 minuta për këtë çështje. Kryeministri Edi Rama thotë se Partisë Socialiste i duhet një mandat i fortë në zgjedhjet e 11 majit për të mos patur asnjë luhatje në procesin antarësimit të Shqipërisë në BE. Sipas tij, fitoria me 71 mandate asnjë vihet në diskutim. 4 të rinj humën jetën në një aksident tragjik të ndodhur në orët e vona të mbrëmjes shkuar në fushë Prez, në aksin fushë Krujvor. Makina me të cilën ata udhtonin u përfshi tërësisht nga flakët pas përplasjes me një betoniere. Marrëveshja e mbrojtjes mes Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit shqetëson Beogradin. Presidenti Serb Vučić reagoi duke thënë se kjo shënon nisjen e një gare armatimesh dhe se Serbia do të përgatitet për të mbrojtur nga agresorët. Një ditë para ndeshjes me Anglinë, kombëtarja Kuqezi zhvilloi sot stërvitjen zyrtare në Wembley të Londrës. Trajneri Silvinho u shpreh se pret një ndeshje e vështirë, por futbolli ka të papritura dhe në 90 minuta mund të ndodhë gjithçka. Zonja dhe zotërini mbrëmë, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve. Erion Veliaj është tërhequr sot nga vendimi për të zëvendësuar Anuela Aristanin në kryet Bashkisë Kryeqytetit. Pas mospëlqimit nga ana e kryeministrit Rama, i pranoi se kishte qenë një ide e gabuar dhe u justifikua duke thënë se kishte menduar që pati dakordsi. Bashkia e Tiranës u përfshi në 24 orët e fundit nga një situatë e pazakontë pas një krisje të dukshme në marrëdhëniet mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të Bashkisë Veliaj që ndodhet në Burg. Nga qelia, Erion Veliaj firmosi këtë urdhër që mban datën 18 mars për t'i deleguar kompetencat e drejtimit të Bashkisë së Tiranës nën kryetare Sara Goxhaj, kompetenca që ai vetë me një urdhër të datës 14 shkurt të firmosur po nga qelia ja kishte deleguar Anuela Aristanit. Do diskutojmë rregullisht. Do të planifikojmë rregullisht, të planifikoni ju. Unë thjesht do them, kjo është mirë, si gjithmonë. Anuela Aristani pati dhe mbështetjen e kryeministrit Rama, i cili e prezantoi atë personalisht si njeriu e duhur për drejtuar bashkinë në mungesë të Veliajt, por ky urdhër i kryebashkiakut të burgosur, që mori formë zyrtare pasi siç shihet ka dhe numrin e protokollit, nuk është mirëpritur nga kryeministri Rama. Mbrëmjen e të mërkurës, kreu i qeverisë zhvilloi një mbledhje me drejtuesit e Bashkisë së Tiranës ku mësohet se ka shprehur hapur mospëlqimin e tij për vendimin e ri të Veliajt, duke njohur Aristanin si drejtuese në detyrë të këtij institucioni dhe duke bërë të ditur këtë dhe Sara Goxhajt. Situata shkoi në një amulli gjatë 8 orëve të punës për të gjithë stafin e bashkisë këtë të njëjtë, pasi askush nuk dinte të përgjigjej se cila prej 2 nënkryetarëve drejtonte de facto bashkinë, për shkak se gjatë kësaj dite nuk u firmos asnjë shkresë zyrtare. Por pas qëndrimit të Ramës, Veliaj është tërhequr duke justifikuar vendimin e tij për emërimin e Sara Goxhajt si një keq kuptim. Kam firmosur një ridelegim me idenë e gabuar se ishte dakordsuar brenda ekipit drejtues, por kështu është kur punon pa informacionin e mjaftueshëm. Delegimi është rikthyer aty ku ishte dhe këtu mbyllet edhe keq kuptimi. Në postimin e tij në rrjetet sociale, Veliaj siguron se mes tij dhe kryeministrit Rama nuk ka asnjë krizë, pasi siç thotë, marrëdhëniet e tyre janë plazmuar në kohërat vjetra dhe nuk e ndryshon dot asnjë kohë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se lëvizjet në Bashkinë e Tiranës janë një luftë mafioze. Sipas Berishës, është Këshilli Bashkiak i cili duhet vendos se kush duhet të ushtrojë detyrën e kryetarit në mungesë të tij.
Përplasjet në distancë për emrimet dhe shkarkimet në Bashkinë e Tiranës, Sali Berisha i cilsoi betejë mafioze mes kryeministrit Rama dhe Erion Veliajt. Përleshja e tyre në Bashkinë e Tiranës është përleshje mafioze nga më mafioze dhe më kriminalet. Erion Veliaj dënohet për ato gjëra që si ka bërë bashkë me Edi Ramën. Dhe ato që i ka bërë djegësin që i ka bërë me urdhër të Edi Ramës nuk dënohet. Nuk dënohet për 5 dënë për hotelin, sepse u tha që është Olsi Rama aksioner. Dhe tani beteja mafioze. Njëri shkon dhe emron atë Anuel Aristanin, tjetri e shkarkon. Veliaj e shkarkon dhe emron një tjetër aty kryetar. Rama shkon dhe emron sekretar të përgjithshëm një tjetër. Ky i thot policisë bashkiake, ndaloj më hyrjen nga burgu. E merri vesh se ku është Tirana dhe Bashkia në duart të çfarë mafje të rrezikshme është. Kryedemokrati kërkoi mbledhjen me urgjencë të Këshillit Bashkiak që sipas tij ka tagrin për të vendosur se kush duhet të ushtrojë detyrën e kryetarit në mungesë të këtij të fundit. Atëherë funksionet të Këshillit Bashkiak kudo as Trump as Venis duhet të mbledhet Këshilli Bashkiak i qytetit dhe të emrojë kush do kryej funksionet. Po betej mafiozesh. Por Berisha shkoi edhe më tej kur paralajmëroi të tjera zhvillime në kampin kundërshtar. Kjo është vetëm pjesë e parë e filmit Narkos. Kemi pa vetëm serinë e parë të atij filmi. Se çdo shohim seritë e tjera do të çuditet ju dhe bota. SPAK ka nisur hetimet për një akuzë të re ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj, ato të futjes së sendeve të paligjshme në qeli. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u pyet për afro një orë gjysmë nga hetuesit në prokurorinë e posaçme këtë të njëjtë. Ai u shoqërua në orën 10 nga paraburgimi i Durrësit dhe qëndroi në SPAK deri në orën 11:30, ku në prani të dy avokatëve të tij u pyet si person nën hetim për herë të parë pasi në dhjetor ishte pyetur si deklarues. Gjatë seancës së marrjes në pyetje burime konfirmojnë se hetuesit i kanë komunikuar atij edhe nisjen e hetimeve për akuzën e mbajtjes së sendeve të palejuara në paraburgim pas dyshimeve për përdorimin e një telefoni celular. Mbi këto rrethana të reja të hetimit, avokati i kryebashkiakut Ermir Beta tha për TV Klan se përpara prokurorëve ata nuk kanë dhënë shpjegime dhe nuk kanë mbajtur një qendrim. Prokuroria e posaçme është duke vijuar me hetimet në kuadër të dosjes ku Veliaj është vënë në hetim për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Po në kuadër të këtyre hetimeve të mërkurën u mor në pyetje sërish si person nën hetim edhe biznesmeni Elman Abule, i cili ka mohuar akuzat. Të martën u mor në pyetje nga hetuesit edhe Alban Dokushi, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama thot se nuk i duhet një mandat i thjesht për të qeverisur, por i duhet një mandat i fortë për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Gjatë komunikimit sy në sy në rrjetet sociale, ai tha se zgjedhjet e 11 majit janë ekzistenciale për të ardhmen europiane të vendit. Sot, tani që flasim, Edi Rama është i bindur në fitoren e padiskutueshme të 11 majit, por ai nuk do thjesht një mandat për të krijuar kabinetin e ri qeveritar, por një shumicë absolute në parlament dhe shpjegon dhe arsyet. 71 deputet, Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dali njeri përpara negociatave në Bashkimit me Europë. Madje Rama është i bindur se edhe mandati pasardhës, kur të finalizohet antarësimi në Bashkimin Evropian, do t'i takojë Partisë Socialiste, ndonse në drejtimin e saj në 2030 mund të mos jetë ai vet. Do mbaron mandati në 2029, kemi kry punën. Aja mund që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania apo është dikush tjetër, do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do që tjetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë tjetë socialiste. Të them, ullu tani. Edhe vazhdoni ju gjenerata e TikTok-u drejtoni Shqipërinë. Në komunikimin sy më sy, Rama replikoi si gjithmonë me ata që akuzojnë se ka vjedhur dhe s'ka bërë asnjë punë në 12 vite. Je totalisht i marr peng nga këneta. Nuk kam lidhje unë fare me këto vjedhjet që flet ti. Si shembullin e transformimit fal vizionit të tij dhe të zgjedhurve të tij në krye të bashkisë, kryeministri sjell lezhën, për të cilën premton ashtu si Pierindreu se do ta bëjë Bregdetin e saj shumë shpejt të ngjashëm me Bregdetin spanjoll. Projektet që po bëhen nën hyqmin e të madhit Pierindreu atje, kryetarit Bashkisë Lezhës, për zhvillimin e turizmit janë spektakolare dhe Bregdeti i Lezhës, siç e ka thënë Pierindreu, se do të jetë si Bregdeti i Spanjës. Këtë ditë temë për Lezhën, çfarë tem tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka firmosur sot një kontratë publike me qytetarët e njësisë numër 8
në Tiranë, duke premtuar zgjidhjen e menjëhershme të çështjes legalizimeve me ardhjen në pushtet. Berisha tha se pronarët do të shpërblehen me vlerën e tregut. Nga njësia 8, një prej basioneve të së djathtas në Tiranë, Sali Berisha firmosi të parën kontratë me qytetarët, duke premtuar kthimin e saj në realitet, pas uljes në karrigën e kryeministrit. Të gjithë ata që kanë marrë dokumentat me të cilat kjo qeveria mban peng dokumentin përfundimtar kadastrat legalizimi do shpallet me ato dokumenta pa asnjë akt, pa asnjë pagesë. Garantoj pronar e tokës së zënë se ata do shpërblehen me vlerë tregu. Së tretë, nuk do ketë urbanizim para legalizimit. Projektin e Shqipërisë madhështore tha se do nis nga pensionistët për ta nxjerrë vendin nga varfëria ekstreme. Sepse pensionistin kjo qeveri e ka diskredituar dhe e ka diferencuar në mënyrën më të egër, më armiqësore. Premtoi ndezjen e motorëve të ekonomisë dhe ulje të taksave e tarifave për qytetarët dhe bizneset. Po të paktën taksa do përgjysmohet, taksa e ujit. Energjia, çmimi do jetë 7 lekë për konsumatorin, 6 lekë për biznesin. Por ku do t'i gjejë Sali Berisha parat për të bërë realitet Shqipërinë e tij madhështore? Rrugën 20 milion euro kilometri. Unazën e Tiranës e merre ndan 13 kilometra ndahet të 14 copa. Për të vjedh 14 herë. Lekët janë absolutisht, po lekët vidhen. Kryedemokrati shkoi edhe më tej kur tha se çdo para e shpërdoruar do kalojë në skaner të një auditi. Gjatë prezantimit të librit të zi të rilindjes, Berisha tha se për këtë do të ndjek modelin për te oqeanit në Shtetet e Bashkuara. E një auditi të tipit Elon Musk Premtoi zhbërjen e asaj që e cilësoi reformë sorosiane dhe krijimin e një strukture të re me bekimin e Komisionit të Venecias. do bëhet. Për kreun e demokratëve, libri i punëve të mira dhe ai i punëve të zeza faktojnë se Shqipëria madhështore është një projekt 100% i realizueshëm. Një kërkesë e deputetes Monika Kryemadhi për lirimin e sekuestros së një vile në Kodrën e Diellën Tiranë u refuzua këtë tenjte nga gjykata e lartë. Fillimisht pak me vendim në shkallës parë bllokoi një vilë në pronësi të nënës së Kryemadhit, por kjo pasuri u lirua nga gjykata e apelit posaçëm. Sekuestrot erdhën në kuadër të hetimeve që po kryen ndaj Kryemadhit dhe Metës. Një aksident i rënd ka ndodhur mesnatën e kaluar në fushë Prez, ku 4 të rinj kanë humbur jetën pasi makina e tyre goditi nga mbrapa një betoniere. Këto janë pamjet pak momente pas aksidentit tragjik në fushë Prez, ku një makinë tip Mercedes-Benz, pasi u përplas me një betoniere, mori flak, përpasoj humbën jetën 4 të rinj që shihni në foto, 2 prej të cilëve vëllezër. Shoferi makinës ishte 24 vjeçari Enejt Laçi, ndërsa pasagjer vëllai i tij Kushuriri dhe një mik i tyre. Para aksidentit ata ishin në aeroportin e Rinasit, ku kishin marrë një nga viktimat, Erildin, 20 vjeçar që sapo ishte kthyer nga Gjermania. Si pasojë e përplasjes fort, makina u përfshi menjëherë nga flakët. Shenjat e djegjes janë ende në rrugë. Shkak dyshohet të jetë bërë fakti se makina ku udhtonin 4 të rinjt ishte me impjant gazi. Sipas policisë, automjeti i viktimave teksa lëvizte me shpejtësitë e normave të lejuara ka goditur nga pas betonieren, e cila ishte ndalur në krah të rrugës si pasojë e një defekti teknik, por pa ndezur sinjalin e blokazhit. Pas aksidentit të rënd që ndodhi pak pas mesnatës, shoferi betonierës është larguar nga vetgjarja për t'u vetëdorëzuar më vonë në polici. Ai është 24 vjeçari Aleksandër Krashi, tashmë i vënë në pranga për veprat penale largim nga vendi i aksidentit, si dhe për drejtim të mjetit në mënyrë të parregullt pa leje drejtimi. Krahas 24 vjeçarit, në pranga ka përfunduar kushuriri i tij Valentin Krashi, menaxheri i firmës së betonit, si dhe është shpallur në kërkim pronari i kompanisë. Organizata botërore e shëndetësisë e renditë Shqipërinë të 8 në Europë për humbjen e jetëve në aksidente. 4 vitet e fundit në Shqipëri kanë humbur jetën 727 persona nga ngjarjet rrugore. Të dhënat zyrtare nga Instat tregojnë se vitet 2021 dhe 2023 mbajnë edhe numrin më të lartë të humbjeve të jetëve për shkak të aksidenteve rrugore. OBSH i konsideron lëndimet nga trafiku rrugor si një çështje të rëndësishme të shëndetit publik. Për këtë arsye rekomandojnë që politikat kombëtare të jenë të fokusuara në këtë drejtim. Shqipëria ndodhet në vendin e 8 në Europë për numrin e lartë të vdekjeve nga ngjarjet rrugore.
Për shkak të numrit të lartë të aksidenteve, vendi ynë ka një normë me 10.8 viktima për 100.000 banor, afërsisht dy fishi i mesatares europiane që llogariten në 6.7 vdekje për 100.000 banor. Shqipëria renditet pas Azerbajxhanit, Taxhikistanit, Bosnjë-Hercegovinës, Armenisë, Kirgistanit, Gjeorgjisë dhe Kazakistanit. Vitet e fundit në Shqipëri janë regjistruar 5.435 aksidente rrugore. Shkaku kryesor i aksidenteve janë sjellja e drejtuesve të automjeteve e ndjekur nga shkeljet e kryera nga këmbësorët. Gjykata e posaçme vendosi që të lërë në burg kreun e bandës Durrësit Lulzim Berisha, i cili para gjykatës në fakt i hodhi poshtë të gjitha akuzat e SPAK-ut. Gjykata e posaçme la në burg pa afat Lulzim Berishën, i shkreun e bandës së Durrësit i ekstraduar 2 ditë më parë nga Spanja. Ai u përball këtë të njëjtë për herë të parë me akuzat se ka vrarë në vitin 2005 Klodian Saliun, i njohur në atë kohë si kundërshtar i tij. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, Berisha mohoi akuzat dhe pretendoi se bashkëpunëtorin e drejtësisë Luftar Reçin nuk e njeh. Ndërkohë për mediat, avokati Detar Hysi e konsideroi këtë të fundit mashtrues. Jashtë quajturi bashkëpunëtori i drejtësisë Luftar Reçi, një mitoman permanent, që nga dita që të futur në sistemin e burgjeve, deri më sot, bën kërkesa dhe krijon artifica duke mashtruar institucionet shtetërore. Nga ana tjetër, SPAK që kërkoi vimin e të njëjtës masë të arrestit në burg, tha se ndaj Berishës vazhdon gjykimi në themel nga një treshe gjyqtarësh për këtë vrasje dhe se hetimet kanë dokumentuar përfshirjen e tij. Safet dhe Behar Bajri si dhe Astmer Bilali të akuzuar për vrasjen e Fatbard Licit do të qëndrojnë në burg. Gjykata e posaçme e apelit la në fuqi vendimin që mbylli në qeli Safet Bajrin, Behar Bajrin dhe Astmer Bilalin, duke rrëzuar kërkesat e tyre për liri. Ata mohuan në apel akuzat se janë autor të vrasjes së Fatbard Licit në 10 gusht të 2018 në qytetin e Shkodrës. Nga ana tjetër, SPAK kërkoi lënien e tyre në të njëjtën mas sigurimi. Prokuroria e posaçme thotë se ka arritur të dokumentojë që vrasja e Fatbard Licit ishte organizuar pasi Behar Bajri bënte përgjegjës Ibrahim Licin, nipin e Fatbardit, për vrasjen e ish policit Boran Bërçana dhe grua së tij. Dy të fundit u vranë në makinë në sy të fëmijës së tyre të mitur në korrik të poati viti dhe ishte njohje e ngushtë e Bajrit. Në dosjen hetimore, SPAK ka renditur 10 rapërgjime dhe pamje të kamerave të sigurisë, nëpërmjet të cilave ka kapur lëvizjet e makinës së autorëve. Këto të dhëna hetuesit i kanë miksuar edhe me komunikimet në aplikacionin Sky që konfirmojnë sipas tyre konfliktet mes bajrave dhe licve. Guvernatori Genseko thotë se përdorimi i inovacionit në sistemin financiar ka nxitur zgjerimin e shërbimeve dhe lehtësimin e procedurave për qytetarët dhe biznesin. Risi teknologjike po ndryshojnë sistemin financiar në Shqipëri duke nxitur zgjerimin e shërbimeve si dhe duke ofruar mundësi të reja për bizneset dhe konsumatorët. Në forumin e biznesit e ardhmja është tani si po riformëson inovacioni shërbimet financiare shqiptare në 2025. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genseko tha se transformimi digjital ka sjellë mundësi të reja për rritjen e efikasitetit të shërbimeve financiare dhe rritjen e përfshirjes së popullatës në financë. Vendi ynë po përjeton një rritje të shërbimeve bankare digjitale, duke i bërë shërbimet financiare më të përshtatshme, më të sigurta dhe më të aksesueshme. Përdorimi i instrumentave elektronik të pagesave po rritet me hapa të shpejtë, duke ndihmuar në reduktimin e përdorimit të keshit dhe rritjen e formalizimit të ekonomisë. Numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, krahasuar me vetëm 2 pagesa që ishin në vitin 2015. Sipas guvernatorit Sejko, tashmë shumica e popullsisë është e përfshirë në sistemin financiar, pasi aktualisht 78% e popullsisë zotëron një llogari financiare. Presidenti serb Vučić e shikon me shqetësim marrëveshjen për mbrojtjen të firmosur nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova. Presidenti serb Aleksandar Vučić e konsideron si startin e një gare armatimesh në Ballkanin Perëndimor marrëveshjen e ministrave të mbrojtjes të Shqipërisë, Kosovës e Kroacisë për bashkëpunim për sigurinë dhe mbrojtjen që u nënshkrua më 18 mars në Tiranë.
Për ne është e vështirë, por mesazhin e tyre e kemi kuptuar. Do të ruajmë vendin ton, do t'i pengojmë ata dhe do të mbrojmë me sukses nga çdo agresor i mundshëm, edhe nëse është kaq i fuqishëm. Duke folur pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Bruksel, kreu i shtetit serb tha se memorandumi shkel marrëveshjet rajonale dhe se ishte i bindur se ajo ishte nënshkruar pa informuar NATO-n. Vučić tha se ja kishte shprehur shqetësimin sekretarit Rutte, por nuk dha detaje se ç'qëndrim kishte patur ai. Ndërsa vetë Rutte shkroi në X se me presidentin serb bisedoi për rëndësinë e ruajtjes së sigurisë rajonale, si dhe të vazhdimit të forcimit të marrëdhënieve NATO-Serbi. Marrëveshja Tiranë-Prishtinë-Zagreb lë të hapur mundësinë që asaj t'i bashkohen edhe vende të tjera. Përfshirja e Kosovës nuk shkel marrëveshjet me Serbinë, pasi në 2023 Prishtina dhe Beogradi ranë dakord që pala serbe nuk do e pengonte Kosovën të anëtarësojë në organizata ndërkombëtare. Edhe sot në Turqi kanë vijuar protestat për arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit, por për herë të parë po sot ka reaguar lidhur me këtë arrestim edhe presidenti Erdogan. Në Turqi për të dytën ditë radha zimira persona të thirrur nga opozita u mblodhën përpara sheshit të Bashkisë së Stambollit, duke protestuar për arrestimin e kryebashkiakut të këtij qyteti, Ekrem İmamoğlu. Kreu i opozitës kryesore të Partisë Popullore Republikane, Ozgur Özel, tha se protestat nuk do të ndalen në rrugë dhe në sheshet e Turqisë. Vetë İmamoğlu, i njohur si rival i mundshëm i Erdogan në zgjedhjet e reja presidenciale, me një postim në rrjetet sociale i kërkoi gjyqësorit të mbajë një qendrim kundër keqpërdorimit të gjykatave nga qeveria turke. Presidenti turk Erdogan theu heshtjen për arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit, duke deklaruar se opozita po e humb ekuilibrin deri në atë pikë sa të sulmojnë policinë dhe të kërcënojnë gjyqtarët, prokurorët dhe gjykatat. Polisimize saldıracak. Ata nuk mund të thonë se diploma është marrë me merit, nuk mund të thonë se nuk ka korrupsion në bashki, sepse ata e dinë më së miri se e gjitha kjo është më së e vërtet. Përpjekjet e saj janë kulmi i hipokrizisë. İmamoğlu akuzohet për bashkëpunim me PKK-n kurde të shpallur si terroriste dhe për përvetësim të 16 miliard eurove përmes aferave korruptive me tendera. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.